Që tash Ibn Taymija çka thot? Nëse nuk e gjen vetën tonë në veprat e tua, veprat e ibadetit që e bën, nuk ndjen thot shije, kënaqësi dhe ureks dhe nuk zgjerohet gjoksi kur bën adhurime dhe ibadete, thot fajsoje vetën tonë. Madje thot pa ju merak se ki diçka defekte. S'ku që bësh thot merak për mjetin tanë. Subhanallah. Si me fol direkt me ne. E ke bona për shkak bona merak për makinën tonë. Si ka një defekt? Të mjeshtë. A defektet që i kena mbrëmshëm, kur nuk shkona mu taku dhe mu konsultu me një mjek i cili është ekspert i shpirtit dhe zemrës. Andaj thot, nëse nuk nin kënaqësi në ibadet, në Kur'an, në dhikr, në agjerim, apo ko, thot, një njerë thot, fajsoje dhe u bohu mërak për vetët e na. Ose ki pak dos të veprave të mira, ose të mungon sinceriteti në mbretësi, nga se thot, Allahu e ka një emër, Allah i ka shumë emra. Një nga emrat e tij është Shekur. Shekur do më thonë, Allah është mirënjohës. Çka i bie kjo? Thot, nga mirënjohja Allahut është njeriu kur e bën një punë të mirë, ja mundson me shiju shpërblimin e dunjas, duke u kënaq, pa i mungu botën tjetër me shpërblim. Çdo vepër të mirë që e bën, Zoti që ka emrin vetë mirënjohës Shekur thot, ja mundson çat punë e mirë me shiju kënaqësinë e asaj veprës në dunja, pa ju paksuar për t'ja paguajnë ditën e gjykimit me xhenet dhe me senet e mira. E nuk mundet, përndryshe e pamundshëm më emërtu Allah këtë emër, o Zot, unë umita duke adhuru, duke bëj ibadet, fare nuk ndi kënaqësi. Jo thot, Allahu vlerëson dhe shpërblen sipas sinqeritetit, andaj ta mundson me shiju ëmbëlsinë e adhurimit. Nëse të mungon, dije thot, fajsoj vetën tane, ki defekte. Në shumicën e raste ka të lidhë thot me sinqeritetin.